Mendon se nuk do të arrinte dot vërtetonte veten në një periudhë kaq shkurtër. Ministrat e jashtëm nuk ndrohen shpesh për shkak se unë e thash në themel të çdo marrëdhënie institucionale apo ndërshtetërore janë marrëdhëniet njerëzore. Absolutisht që po. Pozicioni zotit Toni Gogu në rrjet mbrëmjen e djeshme është komentuar. Në rrjet sociale janë bërë gjithashtu edhe batuta në lidhje me një ish pastor i cili do të jetë ministri i drejtësisë. Batuta juaj, profesor Çiva? Po, ndodh shpesh që në kabinetet qeveritare shqiptare të fitoj kohezion dhe të mbetet aktuale shpreha e famshme e Nolit, ti Alim që s'di këndim, bëu ministër për arsim. Në rastin konkret s'ka të bëj me zotin Gogu, sepse është një eksepcion për shkak edhe të tipologjisë së tij, por ajo që mendoj unë hap diskutim dhe duhet vlerësuar është që në 6 lëvizjet e fundit të kryeministrit, më duket se ka rishqyrtuar edhe një herë atë origjinë ose përkatësi midis kaheve veri-jug të vendit. Po të shikosh, nga pikpamja e origjinës gjeografike të pjesëtarëve të rinj të kabinetit, është rregulluar ky raport. Qartë. Do të shtoja këtu, pra tek aty ku e la zoti Çipa, që për herë të parë ne kemi tashmë Beratin, një trevë e cila, si thua, i ka dhënë shumë tradicionalisht Shqipërisë, pra ka shumë vlerat Beratit në atë që ne i quajmë Shqipëri të traditës, 2 përfaqësues dinjitoz, zoti Demo, zoti Gogu. Unë kam respekt për këtë të fundit dhe mendoj që detyra e tij në këtë kabinet është që të shpjerë përpara agjendën që paralajmëroi zoti Rama në fjalën e tij të gjatë dje para dite, lidhur me 7 ndërhyrje të mundshme në arkitekturën e reformës së drejtësisë dhe ku nisma ligjore është e qeverisë që nuk kupton Ministria e Drejtësisë tashmë do duhet që ti përcjell parlamentit pa humbje kohe një volum materialesh ku të materializohen fjallavjen çështjet e diskutuara për paraburgimet, masat e arrestit, kalimin e disa veprave nga penale në administrative, kështu me radhë, janë 7 pika që zoti Rama ka listuar. Unë mendoj që zoti Gogu është figura me valencën më të lartë politike të këtyre ndryshimeve, i kalibruar dhe i, si thua, besoj unë edhe me integritet, më pëlqen ta përdor të fjalë, pra pavarësisht të gjithave, midis një pastori dhe një të korruptuari, unë do preferoja një pastor, midis një, po themi, familjari dhe një zuzari, unë do preferoja një familjar, dhe mendoj që i duhet uruar suksesen detyrë dhe zoti e ndihmoft, zotin Gogu. Dhe le të shpresojmë që me valencë të tillë politike dhe morale të ketë më shumë ministra. E kuptova. Profesor Çipa, Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, zotson Piro Vengu, Eriona Ismaili, ministër për marrëdhëniet me parlamentin, zotson Toni Gogu. 2 figura që në fakt pak i njohim, apo jo? Por nuk kanë një profil të lartë publik, nuk kanë një investim afatgjatë në dienim publike. Dhe këto janë nga ato kapriçot zgjedhëse të kryeministrit. Është një ndër arsyet pse në periudhën e ardhme të diskutimit të brendshëm politik në Partinë Socialiste, kjo situatë dhe sidomos rastet e promovimeve të tilla mund të hapin debatin e brendshëm dhe ta rikthejnë Partinë Socialiste në diversitetin e njohur të saj. Qartë. Unë mendoj që në emrin e fundit që ju përmendët, zoti Rama ka përzgjedhur praktikisht nga rruga, pra as nga Partia Socialiste, pra nuk ka një, po themi, ky nuk është një personazh i kultivuar në fidanishtën e Partisë Socialiste. Unë kujtoj këtu se mu desh të bëj një, po themi, kërkim në Google të gjithë itinerarit të disa emrave që vinin, që i shifja për herë të parë, se bepi i ndërveprimit të tyre ka qenë një sherr që pas ka ndodhur dhe mandej pasaj një afrim pas sherrit. Kjo ishte në rrugë, ai ishte në krye të qeverisë dhe tashmë ky personazh do të koordinojë çfarë? 2 degët më të pushtetshme që parashikon, që janë de facto dhe de jure të parashikuar nga kushtetet, pra legislativi dhe ekzekutivi, do të koordinohen nga një person që vjen nga rruga. Unë nuk e di domethënë cilat janë premisat ose motivet, se çdo gjë ndodh për një motiv. Që zoti Rama ka zgjedhur të investojë apo të hedh bast në personazhe të tilla. Do më pëlqente shumë që në këtë pozicion të rëndësishëm të ishin, pse jo, Tauland Balla, figura të tjera të cilat, si thua, e kanë kaluar shkollën e partisë dhe dinë të mbajnë ekuilibra midis ekzekutivit të ashpër që menaxhon parat dhe legjislativit që është në fakt një farë kontrolluesi dhe i epsheve të ekzekutivit. Se sado mundet kjo zonjë e re të kontrollojë epshet e ekzekutivit, kur legjislativi mund të jetë paksa dhe konservator, me sa kemi dëgjuar. Pra ka debate të brendshme në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, unë e shikoj thuajse të pamundur. Ajo mund të jetë fare mirë një sekretare, pavarësisht se në letra figuron si një, po themi, ministre apo
koordinatore, mund të quajmë ministre koordinuese midis qeverisë dhe parlamentit. Mund të kishte zgjedhje shumë më të mira në tavolinë zoti Rama, por ndoshta zoti Çipa tha frymëzimi, unë thash çështjet e humorit janë nga njëra ato që përcaktojnë se kush do të jetë pranë tij e kush larg tij. Qartë, ndërkohë që ditën e djeshme kishim një zhvillim të rëndësishëm në kampin në majorancë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste zhvillonte mbledhje, fjalimi i Ramës patjetër ka tërhequr vëmendjen në Parlamentin Evropian, është shtjelluar drafti për integrimin e Shqipërisë, është shqyrtuar, le të themi, progresi i deritanishëm. Në ç'pik jemi, profesor Çipa, kundrejt procesit integrues, kërkesave janë për Shqipërinë deri në momentin që flasim? Në diskutimin që u bë brenda parlamentit, pati 3 kritika të thukta për kryeministrin dhe për shumicën politike në vend. E para për konfliktin e afishuar tash midis shumicës politike dhe institucionit më të rëndësishëm të drejtësisë që është SPAK-u. Janë kritika të cilat ishin të adresuara dhe që politikisht mund t'i shkaktojnë një kosto dhe kryeministrit edhe shumicës politike. Së dyti kishte akuza të drejt për drejta për nivelin e korrupsionit dhe kryesisht për, le të themi, problematikat e administrimit publik në Shqipëri. Edhe kjo ishte një kritik gjithashtu. Dhe e treta, lidhej kryesisht me relacionet politike me dy kaheve të politikës. I adresoi një apel opozitës për të ndalur rrugën e dhunës në protestën dhe në reagimin politik kundër shumicës dhe për të mos krijuar, le të themi, instabilitete politike në vend. Këto janë të mjaftueshme si parathënie dhe paralajmërime për një reflektim politik nga dy kahet e politikës. Është pozitiv fakti që në Shqipëri, pavarësisht se ka një tension politik, nuk kemi dalje nga institucionalizmi politik, pra nga ajo që ne quajmë normalitet dhe funksionalitet në jetën institucionale të vendit, kryesisht në parlament dhe në raportet e administrimit. Por, konflikti i qeverisë, i afishuar përmes ligjërimeve të shpeshta të kryeministrit, me institucionin më të rëndësishëm të drejtësisë, është me një thik me 2 presa, ose e thënë me 2 anët e veta të medaljes. Presa e parë është një marrëdhënie drejt për drejt që ka krijuar SPAK-u me akuzat e ngritura nga pjesëtarëve të ekzekutivit apo drejtimit të lartë politik të shumicës, të cilat i kanë shkaktuar një kosto dhe po i shkaktojnë një goditje imazhit të vetë shumicës politike. Por nga ana tjetër, ka diçka që e thon pjesa më e rëndësishme e interpretuesve të legjislacionit të Shqipërisë, kur diskutojnë dukurinë apo raportet e disproporcionalitetit midis organit të akuzës dhe sistemit gjyqësorit në Shqipëri. I shumë pak i mëshojmë këtij fakti, sepse nëse është krijuar një histori shumë intensive dhe e rëndë nga pikpamja e peshës së akuzave midis shumicës qeverisë dhe kryesisht kabineteve qeverisë dhe institucionit të SPAK-ut, nuk kemi lëvizjen dhe krijimin e proceseve të shqyrtimit dhe të hetimit gjyqësor në sistemin gjyqësor. Dhe ky është një moment që de facto ka krijuar disekuilibër në të drejtat themelore të qytetarëve dhe si të qofshin këta të mandatuar dikur dhe tashmë në cilësinë e të akuzuarve. Një drejtësi që të gjenerojë drejtësi do të duhet funksionojë në raporte proporcionale midis akuzës dhe shqyrtimit gjyqësor. Kjo e dyta nuk ka ndodhur dhe ky është një kritik, është një pretendim i drejtë nga shumica, të cilën politikisht, po jo në forma alibike, kryeministri po e luan dhe po interpreton jo vetëm brenda marrëdhënieve të pushteteve në Shqipëri, por edhe në marrëdhënien komunikative me partnerin ndërkombëtar. Qartë, Gerti, Bashkimi Evropian nëpërmjet zërëve të fuqishëm ka vendosur vija të kuqe. Do t'i kalojë ato Rama në gjykimin tënd? Unë mendoj që do të ishte jo në leverdin e tij, qoftë politike, qoftë dhe të vendit që përfaqëson, që të ka përsende vijat e kuqe të vendosura. Dhe vijat e kuqe sigurisht janë çështja e korrupsionit, pra menaxhimi paras publike, ose më saktë mungesa e qeverisë së mirë, se ajo do të ishte garanti kryesor. Po të kishim qeverisë të mirë, ne nuk do të kishim nevojë për një SPAK agresiv. Dhe nga ana tjetër, reforma drejtësia, arkitektura e saj të ruhet. Këto kanë qenë pojimet vazhdueshme të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Shqipëri që e kanë thënë qartë, nuk do të lejohet të preket në mënyrë të veçantë situash organi që adreson akuzën. Por nga ana tjetër, çështja ka mbritur në pikën që pas eliminimit në kuptimin e procedimit penal të gjithë figurave të larta të opozitës shqiptare,
ku kompromentohet, besoj unë tashmë në një farë kuptimi dhe vetë Bashkimi Evropian si partner kryesor në avancimin e reformës së drejtësi, duhet që këta të fundit të gjejnë, si thua, lëndën e parë tashmë ku në qeverisje preken interesat e vetë zotit Rama, apo të ministrave të tij, apo të administratës që ai për fatin tonë jo të mirë e ka shtuar që nga viti 2013 nga 90.000 unë di që ka shkuar 180.000 dhe që në këtë kuptim duhet që pra të dyja palët janë në udhkryq. Nëse Bashkimi Evropian do të pranonte që ka defekte reforma në drejtësi, unë mendoj që skandali do të ishte shumë i madh se sa kur atë e pohon ashtu me gjysmë zëri kryeministri i Shqipërisë. Dhe ka defekte. Ne kemi diskutuar dhe bashkë disa herë. Janë në këtë studio lidhur me çështjen shumë të egzageruar të situash të paraburgosurve në burgje. Unë kam qenë ndoshta qysh para 4 vitesh duke ngritur si zë i fortë. Dhe më vjen keq në fakt që pavarësisht se ekspertiza vendase e ka kuptuar problemin dhe e ka artikuluar atë, qeveria dje na tha që ka marrë një ekspert nga Finlanda apo nga Holanda, ku diun nga i merr qeveria këta ekspertët që janë përgjithsisht në pension dhe që i jep një lloj legitimiteti fals, asaj që në fakt është një problem kombëtar tani më. Megjithatë më mirë vonë se kur. Nuk jam këtu për ta kritikuar se do duket sikur ai nuk ka të drejtë, pra unë po jedh, si të thuash, benzinë zjarrit asaj që e gjykojnë zoti Rama. Por nga ana tjetër, kur flisja për vizat kuqe, Gerti e kisha fjalën për kodin e procedurës penale edhe për tjera qëndrime që duhet të bëjë majoranca kundrejt atyre që janë në akuzë. Do t'i kalojnë këto viza